Vetëm pak ditë pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e investimeve, i cili theksoi korrupsionin dhe kapjen politike si pengesat kryesore për zhvillimin ekonomik, një tjetër dokument i rëndësishëm nga Washingtoni vendos sërish qeverinë shqiptare në lup. Raporti vjetor për trafikun e qenieve njerëzore e mban Shqipërinë në nivelin Tier 2, duke theksuar se vendi ynë nuk i përmbush standardet minimale për eliminimin e këtij fenomeni. Në dokument thuhet qartë, qeveria e Shqipërisë nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por po bën përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim. Krahasuar me periudhën e mëparshme të raportimit, qeveria ka treguar një rritje të përgjithshme të përpjekjeve, për këtë arsye Shqipëria mbeti në Tier 2. Raporti njeh disa hapa përpara, si rritjen e numrit të hetimeve dhe dënimin e trafikantëve për herë të parë që nga viti 2021, rritjen e fondeve për strezat shtetërore dhe ato të OJQ-ve, si dhe ofrimin e ndihmës ligjore për më shumë viktima. Gjithashtu përmendet miratimi dhe financimi i planit kombëtar të veprimit 2024-2025. Por pavarësisht këtyre, Departamenti i Shtetit thekson se qeveria shqiptare nuk ka arritur të përmbush standardet në disa fusha thelbësore. Në raport nënvizohet, policia lokale dhe prokurorët e rretheve nuk kishin përvojën dhe kapacitetin e nevojshëm për tetuar dhe ndjekur penalisht rastet e trafikimit dhe shpesh i trajtonin ato si vepra me dënime më të lehta, si shfrytëzim prostitucioni. Qeveria nuk siguroi personel apo burime financiare të mjaftueshme për njësitë e lëvizshme të identifikimit viktimave të menaxhuara nga OJQ-t, pavarësisht se ato identifikojnë shumicën e viktimave çdo vit. Një nga akuzat më të rënda është fakti se viktimat janë dëshkuar për akte të kryera vetëm si pasojë e trafikimit. Raporti thekson, autoritetet ngarkuan në mënyrë të papërshtatshme viktimat e trafikimit për shfrytëzim seksual me akuza penale për akte të kryera si rezultati drejt për drejti i trafikimit. Po ashtu për shkak të zbatimit pamjaftueshëm të procedurave standarde të identifikimit viktimave, qeveria nuk mori masa efektive për të parandaluar penalizimin e gabuar të viktimave potenciale. Një tjetër problem madhor është mungesa e shërbimeve afatgjata për viktimat dhe pasiviteti i strukturave zyrtare. Qeveria nuk kishte burime për të ofruar shërbime afatgjata për viktimat dhe koordinatori kombëtar dhe zyra kombëtare kundër trafikimit rrallë mblodhen mekanizmat e koordinimit për zbatimin efektiv të procedurave të identifikimit dhe referimit të viktimave. Pjesa më e rëndë e raportit lidhet me korrupsionin dhe pandëshkueshmërinë e zyrtarëve shtetëror. Departamenti i Shtetit shënon, qeveria nuk raportoi asnjë hetim, ndjekje penale apo dënim të punonjësve shtetëror të përfshirë në krime të trafikimit të qenieve njerëzore. Megjithatë, korrupsioni dhe bashkëpunimi i zyrtarëve në trafikim mbeten shqetësime serioze. Ky pasazh ekspozon dështimin e Tiranës për të çuar para drejtësisë zyrtar të përfshirë në krime kaq të rënda, duke treguar se korrupsioni nuk është thjesht problemi i klimës së investimeve, por edhe i sigurisë të drejtave të njerëzit. Në rekomandimet prioritare, Washingtoni kërkon që Shqipëria të hetojë dhe ndëshkojë seriozisht të gjitha rastet e trafikimit, përfshirë zyrtarët e korruptuar, të rrisë bashkëpunimin me strezat dhe OJQ-t, forcoj trajtimin e viktimave me shërbime afatgjata dhe të trajnojë gjyqtar, prokuror e policë për të qasur rastet me një perspektivë të ndjeshme ndaj viktimave. Pra edhe ky raport, ashtu si ai për klimën e investimeve, i dërgon një mesazh të qartë Tiranës. Problemi nuk është mungesa e ligjeve, por mungesa e vullnetit politik për t'i zbatuar ato, përballë korrupsionit dhe interesave të ngushta të pushtetit.